Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i ka certifikuar të njëjtën rezultatet e zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit, duke i hapur rrugë formimit të institucioneve të reja të Kosovës. Në një mbledhje pas ditën e së njëjtës në Prishtinë, KQZ-ja miratoi certifikimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve me 9 vota pro dhe 2 kundër. Lëvizja Vetëvendosje fitoi zgjedhjet të nënshkurtit me 42.30% të votave, duke lënë pas Partinë Demokratike të Kosovës me 20.95% dhe Lidhjen Demokratike të Kosovës me 18.27%. Marrë parasysh që asnjëra parti nuk e ka fituar shumicën, ende nuk dihet se si do të duket qeveria e re. E në lidhje me këtë temë, në një prononcim për bota sot, foli Luan Gacaferi, kryetari i Degës së Guxon në Gjermani. Ai u shprehi i bindur se do të kemi qeveri Kurti 3. Unë krejt çka mund të them është se prap do të kemi një qeveri të udhëhequr nga lëvizja Vetëvendosje dhe Guxo dhe Alternativa. Pra do të kemi qeverin Kurti 3. Po ashtu Gacaferi paralajmëroi se do të ketë deputet të partive të tjera që do të votojnë për qeverin Kurti. Unë jam shumë i bindur që ka shumë deputet të partive të tjera që do të votojnë qeverin Kurti 3, sepse askush prej deputetëve nuk ka interes që të shkohet prap në zgjedhje, përfundoi Luan Gacaferi për bota sot. Theksojmë se, menjëherë pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve, hapi i parë është konstituimi i përbërjes së parlamentit dhe pastaj formimi të qeverisë së re. Sipas kushtetutës dhe rregullores së Kuvendit, pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani duhet që brenda 30 ditëve të thërrasë seancën konstitutive të Kuvendit. Gjatë kësaj seance, deputetët e rinj bëjnë betimin dhe më pas zgjedhin kryetarët dhe nënkryetarët.